ata shumica tyre mendojnë që do t'iki kjo periudhë, do kaloj, e vështirë si periudhë, në cilën ata nuk thonë dot më shumë se ç'po thonë, edhe do vit dita që do thonë mendimet e tyre. Ose s'po thonë asgjë. Jo më shumë se ç'po thonë, ato s'po thonë asgjë. Ose s'po thonë. Ato s'po thonë fare. Okej. S'po thonë fare. Po, s'po thonë fare. Sepse nuk din ç'a thonë. Po, ata në për studio televizive grit, i përfaqësojnë politikan, po e them politikan kështu, të kategorisë B dhe C. Vetë nuk dalin këto big sharksat. Ta s'dali vetë, sepse din përgjegjësinë që duhet të përgjigjen. Po. Po. Këta që duan të mbijetojnë, mendojnë që në epokën tjetër, kur gjoja e rete e rënda do kenë ikur edhe do të lind dielli në pritje të rotacionit, në pritje të një ndryshimi, rotacioni deri etj. Është e mundur sipas teje me kaq sa e njohet ti politikën. Unë kam një qendrim timin që të lahen nga kjo periudhë. Dhe të presin që t'iki shtullun nga e zezë e momentit keq për PD-n, siç ata thonë, janë të gjitha gjëra siç ata i thonë. Ka dy gjëra në syrin tim. Se për mua, flutura do ta them edhe këtë, ndjes shumë. Jo, të lutem. Se jemi të dyja në të njëjtin adrenalin, se për mua nuk ka përse një rrugë. O thuar gjërat që beson dhe mendon si politikan, dhe me kundërshtarin, dhe me konkurentin, dhe me aleatin, jo të gjitha, 70% që i takon politikës që po bëhet dhe që i takon asaj që duhet ruajtur do ruhet, por 70% duhet në thënë, sepse janë politike dhe një gjë që s'është politike për një parti, atëherë duhet vdes. Pra ti duhet ta thuash, nëse je në politik, duhet bësh politik. Në rast se ti je në politik dhe po bën procedurë, nuk je më, e ke vdekur politikisht. Ka dy gjëra grit. E para njerë, mu nuk më duket gjë më të papranueshme, se po them fjalën më të vogël, se s'dua ta çoj në ekstrem gjuhën, e di. Ka gjë më të papranueshme për mua, siç e gjykoj unë gjërat, që të bësh të tillë më të presësh të bjerë dikush dhe të kalkulosh që t'ja zësh vendin.